Pacha me ju o vëllezër dhe motra, sot Zoti na vendos në qende udhërimet më të rëndësishme. Janë dy, në fund është një, dashuria. Me dash Zotin mbi çdo gjë, edhe vëllezërit sipas dashurisë që keni edhe për vetveten. Po realiteti që askush ka mundësi me dash veten e vet në mënyrë të duhur, nëse përpara nuk është e dashur prej Zotit. Le ta dëgjojmë sot ungjillin e ditës që ka shumë lidhje me këtë punë. Vendos ta marrë këtë gjë në qendër. Leximi i ungjillit shenjtë sipas Lukës. Kur që u ngrit një dietar ligji dhe me qëllim që ta provojë pyeti: "Mesues, çka duhet të bëj për të fituar jetën e pasosur?" "Çka shkruan në ligj?" I përgjigje Jezusi. "Si lexon atje?" Dietari i përgjigji: "Tuaje Zotin hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë fuqinë tënde, dhe me gjithë mendjen tënde, edhe të afërmin tënd, por si vetveten." Jezusi i tha: "Miru përgjigje, vepro kështu dhe do të jetosh." Por ai, duke dëshiruar të përligjej, e pyeti Jezusin: "Kush është i afërmi im?" Jezusi vazhdoi e tha: "Një njeri po zbristen për Jerusalemit në Jeriho, e ra ndër cupa. Këta e plaçkitën, e rrahën dhe ikën, e lanë veç gjallë. Rastësisht po asaj rruge po zbriste një prift, e pa, ju shmangë e vazhdoi rrugën. Po ashtu edhe një levit, kur arriti aty, e pa, ju shmangë dhe vazhdoi udhën. Kurse një samaritanas, duke udhëtuar, kur erdhi tek ai dhe e pa, pati dhimbje për të. Ju afrua, ja lidhi plagët duke ja pas larë me verë e me vaj, mandej e vuri mbi shtazën e vet, e çoi në bujtim dhe u kujdesua për të. Të nesërme nxori 2 denar, ja dha bujtinarit dhe i tha: "Mu kujdes për të, dhe çka të shpenzosh më shumë, do t'ja jap kur të kthehem." Cili prej këtyre të treve, të thotë mendja, u deftua i afërmi atij njeriu që ra ndër cupa? Ai i përgjigji: "Ai që pati mëshirë për të." "Hajt," i tha Jezusi, "e bëj edhe ti kështu." Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Vëllezër dhe motra, ne jemi ky njeri që zbret për Jerusalemit, që është qyteti i dritës, edhe shkon poshtë tek Jeriho. Është imazhi i njeriu që bie në mekat, që ra ndër cupa, që janë djajt, janë mekatet, që shkaterrojnë jetën tonë. Shkaterrimi jon janë mekatet. Mjerimi më i madh i njeriu është me mos keni shenjtë. Edhe shenjtëria është dashuria vërtet, me dash me gjithë zemër. Jo vetëm Zotin, por Zotin edhe në vëllezërit. Edhe konfirmimi që ne duam Zotin me të vërtet, është që ne duam vëllezërit. Por njeriu që zbret për Jerusalemit është një njeri që nuk ka forcë me shpëtu veten e vet, që ka nevojë, që dikush ta shpëtoj. Edhe ne jemi ky njeri. Samaritana si mirë është Jezusi. Këto 2 njerëz, ai prift edhe levit, janë imazhi i njeriu që ndjek ligjin. Ligji dhe profetet. Ligji nuk shpëton askënd. Askënd. Vetëm ka mundësi me na kallëzu që kena gabuar, por kaq. Nuk ka mundësi me na shpëtu. Ka mundësi vetëm me na ndihmu me pas këtë shpresë. Me na ndiku që ne kena nevojë për Jezusin, për këtë samaritanas. Do me them për dashurim, vetëm dashuria shpëton. Edhe Krishti nuk qëndron larg, si këta njeri. Ne jena shumë herë si prifti edhe levit, që janë me ligjin. Sa herë ne bëj moralizëm me njerëzit, edhe prinderit me fëmijët e tyre, ose ne priftat me njerëz me thamë, bëni kështu, bani ashtu, edhe sa herë ka gabuar ndoshta biri yt, vajza jote, djali yt,
ose burë ose gru, e ke thënë, te kam thënë, a nuk te kisha thënë këtë punë? A nuk te thosha ti këtë punë? Është moralizmi i priftit edhe levitit, që nuk shpëton kurrë askën. Krishti nuk qëndron në këto moralizëm. Krishti afrohet njeriut. Njeriu që ka ra edhe e mëshiron, ka mëshirë për të, ndihmon, ja lidh plagët. E këtë gjë ka ba me kryqin e tij, nuk ka qëndruar larg. Duke na thënë bëni kështu edhe ashtu. Jo, ai ka zbritur me ne për të na nxjerrë prej dhomit. Edhe na lidh plagët, na kujdesohet për ne me vajin, me verë, që janë sakramentet që na ndihmojnë. Edhe na dorëzon ujtinarit, më thënë na dorëzon kishës. Ne nuk kena mundësi me qëndru të gjallë, të shëndosh, me shëndet, nëse kisha nuk përkujdesohet për ne. Kisha është ajo që na ndihmon që ne të arritemi me forcë. Tër Krishti na ka dorëzu kishës edhe ka dhënë 2 monedë, që janë imazhi i dashurisë së dy fyshte. Do me thënë dashuria ndaj Zotit dhe ndaj vëllezërve, që Krishti ka plotësuar në kryq, edhe në kishën na transmeton këtë dashuri. Na mëson edhe ne, na mundson që edhe ne të duam. Tërkura jo vëllezër dhe motra, lejojmë që Zoti me të vërtet të kujdesohet për ne. Të çmojmë mirë lartë dhuratën e kishës, se Krishti e ka lanë tamam që ne të shërohemi, të jena të fortë. Edhe ai thot, pastaj, nëse shpenzoni ma shumë, unë do t'ju jap çfarë mungon, do me thënë do të shpërblej. Edhe ne që jena kisha, jo vetëm ne që jena ky njeri që dorëzohet, që është dorëzuar kishës. No, edhe ne si pjesa aktive kishës, edhe ne marrim njerëz e tjerë. Se Krishti na ka thënë, bëj edhe ti kështu. Krishti u ba për ne i afërm. Edhe na thot, bëhu dhe ti i afërm për të tjerët. Për ata që janë në gjendjen tënde, që janë mëkatar, që kanë nevojë për me eksperimentu mëshirën e Zotit. E çfarë të shpenzosh, unë do ta shpërblej. Tërkuraju. Që lëptu Krishti.